mish i pjekur në furrën me dru. Në vend ta vëmë në hell, neve e vëmë në furrën me dru, edhe del fantastiko njerëz të dashur e të bukur, siç mund të shikoni këtu, po përgatitim furrën edhe po transportojmë drutër, jo se do kaq shumë dru, por kishim shumë misha për të pjekur se poqen për gjithë mahallën. Edhe ndaja edhe i vumë këto drutës siç i shikoni të gjitha me radhë. Do ndezur një herë kjo furra, edhe pastaja duhet ta lëmë derisa tulla të nxehet mirë, të krijohet prushi që pastaj të vendosim mishrat. Këto ishin dele që poqëm këtu, edhe që njapitjen çfarë do mishi që të jetë, po këto ishin dele, ndaj edhe shikoni që ishte kaq mishi i madh. I vendosim në këtë në prush siç u thashë, e mbyllim, e lëmë 2, 3, 4 orë, tani varet, unë nuk isha atje, nuk e di. Në mes të pjekjes do ta kthej mishin nga ana tjetër, siç shikoni këtu që po e bëjnë prindrit e mi, edhe u bë një mish o njerëz fantastik. Shikoni sa i mirë që u bë, u poqë nga të gjitha anët, u shkri në gojë si themi. E morën tani mishin këta të ikin, që të vazhdo me mishat e tjera, se që u thash kishim shumë. Ciao!